është viti 330 para Krishtit, kur mbreti Aleksandri i Madh i Maqedonisë i shkruan mikut të ngushtë, mbretit Klit të Ilirisë, një letër ku i shpjegon që pas luftës së Trojës, Pelazgët, palasit e tyre u ndanë në 3 mbretëri, në mbretërinë ilire, maqedone dhe epirote, duke i treguar atij që janë vëllezër të një gjaku, duke i treguar atij që janë pjesë e një populli të madh pellazgjik, që në atë kohë banonte pjesën më të madhe të Evropës jugore dhe juglindore. Këtu sot kam ardhur sepse më kanë informuar për një letër të shkruar në atë kohë nga Aleksandri i Madh, të cilën ma kanë treguar në një fotografi, por me shpresë të shohim atë origjinale. Dhe kemi arritur këtu në Katar, jemi në Katar të Gjirit Persik, dhe jemi pikërisht në një vend që është sit të UNESCO, një vend i pasuri botërore e njerëzimit. Pra është një vend banim që është i listuar në listën e trashëgimisë botërore. Ja pra, më afroj një çik të shpjegojmë se ku jemi përkatësisht, para se të shpjegojmë dhe përse jemi këtu. Ja ku është, këtu është Gjiri Persik, këtu është Katari, ne jemi këtu, pikërisht në këtë pikë, që është Al Zubara. E Al Zubara është një vend përsërisë trashëgimi botërore e UNESCO-s. Këtu është Bahreini, dhe Aleksandri i Madh, kur bëri fushatën e tij drejt lindjes, erdhi në këtë drejtim dhe këtu është Babilonia e atëhershme, okay? Dhe erdhi dhe vazhdoi drejt Iranit, ndërsa një pjesë u drejtuan dhe më poshtë në drejtim të gadishullit arabik dhe një pjesë e ushtarëve të tij supozohet që të kenë arritur deri në Katar. Prandaj jemi në këtë, ja pra ku është Al Zubara. Al Zubara që është një vend pasuri botërore UNESCO-s. Ja mbajë ne do dalim për te që të shohim pak këtë vend banim, që ishte shumë i njohur në gjithë Katarin dhe më tej, dhe për të treguar një herë se përse kemi ardhur në ndihmë. Ja për rreth nuk ka thjesht asgjë. Në atë drejtim është Bahreini, dhe ne këtu jemi në Al Zubara, pra në kështjellën që është pasuri botërore e UNESCO-s. Ja dhe flamuri i Katarit që ka ato 7 zigzaget e famshme në sfond viol me të bardhë. Përse jemi këtu? Jemi këtu sepse na kanë serviruar një fotografi ku bëhej fjalë për një shkrim të Aleksandrit të Madh që i drejtonte në vitin 330 Kletit, mbretit të Ilirëve, djalit të Bardhylit, ku i shkruante se ne jemi vëllezër të një gjaku dhe jemi ndarë vetëm mbas luftës së Trojës në 3 mbretëri. Pellazgët u ndanë mbas luftës së Trojës në mbretërinë ilire, maqedone dhe epirote. Dhe këtë foto ne kemi parë dhe shpresojmë që të marrim në dorë dhe atë që është origjinali, megjithse këshilla ime për to ishte menjëherë që të drejtohen në një muzeum, mundësisht në një muzeum që të kenë mundësinë ta vendos në plan të parë një gjë të tillë, nëse është e vërtet, pasi ne nuk kemi mundësinë që ta vërtetojmë vërtetësinë e këtij dokumenti, pasi nuk kemi instrumentet e duhur, por gjithsesi ja vlen që të përmend. Por kjo nuk është lajmi. Lajmi është diçka tjetër. Lajmi është se ajo letër e shkruar me shkronjat pellazgjike është e kuptueshme komplet dhe e përkthyeshme me shqipen e sotme. Dhe ajo që është lajmi është që ne duhet që të rinisim edhe një herë studimin e asaj gjuhe, studimin e atij alfabeti që të parët tanë shkruanin këtu e mira vite më parë. Pasi duke lënë në ekskluzivitet të fshive tanë
të cilët e kanë marrur prej 150 viteve, duket sikur ato shkrime nuk na përkasin. Prandaj ne duhet edhe një herë të rikthehemi në diskutimin. A duhet që të mësojmë krahas alfabetit ton të bukur që kemi sot, të cilën e kemi vendosur në vitin 1908 që ta majmë, atë latin, të bëjmë krahas të studimin që në shkollat fillore dhe të alfabetit të vjetër shqiptar, që ishte ai pellazgjik, pra i cili u shkruante atëherë me atë alfabet shkruanin që nga Feniksit e vjetër, që nga Ilirët, Maqedonët, Epirotët dhe të gjithë me radhë përdorin aty alfabet. Pasi shumë shkrimet tona të cilët nuk na njohin, thjesht për arsye se thojnë të fshitan është shkrimi ynë dhe është e pamundur, ju nuk shkruani. Është absurde, pasi ne kujtojmë që Ribeco, siç e them sa herë që edhe përsëris i përktheu shkrimet e shekullit 4 para Krishtit në Pulje, shkrimet mesapike me ato shkronja që ishin shkronjat e vjetra të bararzëve tan Ilir, Pellazg, Maqedon dhe Epirot. Pra edhe një herë nga El Zuara, që është një sit pasurie e njerëzimit e UNESCO-s, unë bëj apelin për këto që të dëgjoj, që të fillojmë të studiojmë alfabetin e të parëve tanë krahas atij që kemi, sepse do ishte për ne dritë e shile për të marrë dhe njëherë identitetin e së kaluarës, për të marrë dhe njëherë përkatësinë e shkrimeve që në gjithë territorin shqiptar, të Kosovar dhe Maqedon gjinden çdo ditë dhe i interpretojnë gjithmonë si shkrime të ardhur nga bota greke. Në fakt ato janë shkrime ilire, janë pellazgjike, janë maqedone, janë epirote. Nga një vend pra kaq i rëndësishëm, jo vetëm për Katarin, po për gjithë gjirin persik dhe një pasuri pra të njerëzimit, unë Alban Kraja ju përshëndes dhe ju uroj një 2026 të jashtëzakonshme për të gjithë shqiptarët kudo që më dëgjojnë.